mansibin wa gjemal, fe kale inni e khafu Allah. Edhe anë i djali ri, është një burë, ka më shpëtuar ditë, po e u sprovu me një vajzë të re, që ajo mundu ato me thirë në haram, o mundu ajo me luajt, me manipulu me kokën e ti dhe me moralin e ti, ajo mundu me metodat e tia, po me pozit e me bukuri, po me zhyt këtë djallë të ri në haram, me zhyt në këtë djallë të ri në gjuna, dhe me zhyt këtë djallë të ri në hidrim të Zotit, e këtë djallë i ri thot, une nuk gëzoj asë me mendue, e asë me bëhat vepër të keqe se i tutë nga Zotit Gjellëshanu hu, e ka frikë Allah Gjellëshanu në zemër. Edhe prandaj, këtë djallë i ri, kur e refuzon këtë ofertë, këtë një vajze të re, një vajze të bukur, një vajze atraktive, një vajze me pozit, një vajze e pasur, dhe i thot, unë Allah t'i frigohem, nuk gëzoj haram asë si me bëhë. Prandaj edhe ky djali i ri në atë kohë, në atë vend, do të shpëton Allah, do ta shpëton nga ajo vape madhe dhe do ta vendosë në hijen e tij, ku do të ketë hije përpos hijes dhe ndihmës së Allahut xhaleshanu. Po ky hadith kthehet edhe komentohet edhe një vajze e ndershme, një vajzë besimtare, një grua besimtare, e cila sprovohet me një djalë të ri, të bukur, prestigjioz, me pasuri, i këndshëm i pa, ishëm, i mirë, i bukur, dhe ai mundohet, po me keq përdor citatën dhe me ra me haram me atë vajzë, edhe ajo vajza kur i thot, unë i frigohem Allahut, nuk gëzoj as pak, as me mendu, as koka, as mendja se më shkon, edhe kjo vajzë do të shpëton si ky djalë i ri në ditën e gjykimit, kur do dalin të gjithë para madhnisë Zotit, para vapës, e s'do të ketë ndihmë dhe hije përpos hijes Allahu xhaleshanu. E lutja Allahut me qenë prej atyre që ti me qenë besimtari sinqert, mos me të mashtruhe dynjaja, mos me të mashtruhe harami, mos me të mashtruhe ofertat e kësaj jete që e hidhrojnë Allahu xhaleshanu. Lutja Allahut sot o Zot, nëse ku kam bogamime, ti e din, ma pastro zemrën time, më ruaj mua, më ruaj vajzën time, gruan time, të fejuarën time, gjithë dhe jalla në ruaj prej vendeve ku i hidhrimi Zotit zbret. Allah duhet një lut me zemër sonde, po dhe ditë e tjera, sepse e humbim atë merit ditën e gjykimit. Dhe së fundit po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat aynahu min khashyati Allah. Edhe një djalë i ri dhe një burr dikur në mesnatë qohet me një qashje fali namaz, e përmend Allahun, e i shkojnë lotët rek prej frikës Allahu xhaleshanu, prej dashurisë Allahu xhaleshanu. Askush nuk peshe atë burr, atë djalë të ri, atë vajzë të re duke qajt, edhe ky person atë ditë ka me qenë shpëtuar, i madhi Allah ka me nxjerrë nga ajo vape madhe dhe ka me dhuru një vendbanim, një akomodim, një hije speciale. I lutem me Allah duke me këtyre burrave, për këtyre 7 kategorive, imami drejt, mësuesi drejt, baba i drejt, nëna e drejt, udhëheqësi i drejt, një djalë i ri i cili ka zemrën e ngjitur për xhami, është tepër i libur për xhami në shërbim të xhamisë. Një djalë i cili e don dikon për Allah dhe urren për Allah. Dhe një vajzë e re, një djalë i ri e cila i refuzon ofertat e ndaluara, e refuzon haramin. Një djalë i ri dhe një vajzë e re e cila përmend Allahun kur është vetë, lotët i shkojnë rrek prej frikës së Allahut. Allahu ka më shpëtuar në ditë gjykimit. Allahu i shpëtoft edhe ju dhe neve. Na bëf nasip që atë ditë ku do dalim në llogari para Allahut, do të ikim o vllazër, o burra, yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Do të ikë njeriu prej vllaut të tij, wa ummihi wa abihi, do të ikish prej nanës tënde dhe prej babës tënde, wa fasilatihi allati tuwi, prej kabilës tënde, prej fisit tënd do të ikish. Nga djali yt, nga fëmia jote do të ikish, dhe secili do ta kthejë llogarinë e tij personale. Yawma yadin, por i kulli
yawmin shaknu yughni. Çdo kujt atë i intereson halli i tij personal. Çështja jote personale. Prandaj bëhuni i lidhur me Zotin Gjeleshanuhu, ndihmoj fejsa Allahu Gjeleshanuhu, sepse fëmijët i ki në këtë dynja, nëse i le në rrugë të hajrit, në rrugë të mirë, ata do të bëjnë shefat dhe të lutën për tyje, lutja tyre është e vazhdueshme e patputur. Por unë a Zot mos kërkon fëmijët e hajrit, prandaj ki kujdes, kur nësa je gjallë, jep sa je gjallë, ndërto sa je gjallë ti vetë, falu sa je vetë, bërë vepra të mira, po se atë ditë secili do të largohet nga njëri tjetri. I lutemi Allahut me na ndihmu më bë burra të mirë, më bë besimtar të mirë, me qenë të devotshëm të sinqert. I lutemi Allahu Gjeleshanu me na mësua të gjithë hatri i kësaj nate e të bekuar, hatri i kësaj nate e të bereqeqme, me na bërë dhe më të mirë, më të fortë, më të dashur, më bujar, më të sinqert. Ja Rabbel Alamin. Allahu na ndihmo, ju faleminderit për nderin, me respekt dhe dëgjimin, e tani inshallah do të çohemi me fal pak namaz nafile.